Përshëndetje Francesco, ju keni kohë që merreni me kafshët edhe keni dhe një faqe në Instagram dhe në TikTok kushtuar kafshëve, keni dhe një qen që e mbani gjatë gjithë kohës me vete. Është me mua, kjo është Puma, apo jo Puma? Puma përgjigjet vet. Dhe faqja jonë ka të bëjë me sensibilizimin për sa i përket kafshëve, që dashuria për kafshët, okay, tashmë shtuar. Ne këtu jemi edhe në një dyqan kafshësh, që është një dyqan i mrekullueshëm, që dashuria këtu është pa kushte, te Oreo dhe Toni, me Pumën, apo jo Puma? Okej. Kush vjen më shumë në dyqan, meshkuj apo femra? Tashmë vjen dhe meshkuj edhe femra, sepse janë kthyer të gjithë, përsa i përket, sepse kafsha të jep një dashuri mentale, emocionale, kur ti vjen nga puna, i lodhur, ato të bëjnë që të shlodhesh në momentin që ti i përkëdhel. Fli pak gjumë, fli, bravo. Nga mos të tiki stresi, kur shikon një qen që bën këta gjëra. Ama, qenushi duhet trajtohet. Dhe për këto janë dyqanet e kafshëve, që kanë çdo aksesor, kemi doktorët, jemi double, si thon, në një, kupton? Kemi çdo gjë këtu. Tek Oreo dhe Toni për këto bukurosha, apo jo? Okej. Sa vjeç është Puma dhe sa ko keni ju që e keni marrë? Puma është 4 vjeçë dhe unë kam 4 vjetë që e kam marrë, ka qenë 33 ditë që kur e kam marrë dhe Puma mua më ka shpëtuar jetën dhe kam bërë gjën më të mirë që kam marrë Pumën. Prej Pumës unë kam fituar shumë gjëra. Mos fare se Puma është shumë e dashur, apo jo? Okej. Si ka qenë takimi juaj i parë? Takimi jonë i parë ka qenë në një rrjet social, unë e shikoj, personi që unë e pa është do të ta bëj dhuratë dhe Puma erdhi nga Kosova posaçërisht për mua. A ke përdorur ndonjëherë Pumën për të afruar me njerëzit apo për t'i bërë përshtypje dikujt? Puma më mësoi mua që të afrohem me njerëzit. Puma më bëri mua që unë të socializohem me njerëzit. Është Puma ajo që më bëri mua të jem këtu ku jam sot, në këtë vend kaq të bukur. Si është rutina e Pumës dhe a kushton shumë që të kujdesesh për një kafshë? Rutina e Pumës tashmë është me mua, ne ngrihemi bashkë, Puma vjen me mua me bicikletë, unë vi në punë, Puma shkon tek kopshti ditor që është poshtë dyqanit ku unë punoj, tek vet hospital. A kushton shumë rutina për të mbajtur një qen, pra ushqimi, vaksinimi dhe tjera me radhë? Këto kushtojnë, por ka dhe, domethënë, dyqanet që janë hapur, siç është Oreo dhe Toni, na japin mundësinë e produkteve dhe të kushtueshme, por dhe të përballueshme. Më kupton? Dhe këtë e gjejmë tek Oreo dhe Toni, kemi produkte të pafundme për të trajtuar një qenush ose një mace. Cili është momenti më gazmor apo qesharak që mbani mend me Pumën? Momenti më gazmor ishte jo më larg se dje që më mori zvarr për një brend që kishte ardhur këtu dhe unë rrëzova të shkallët. E kupton tani ajo këtu ndihet si në shtëpi, po ta shikosh se çfarë bën, duket vetë sikur është në shtëpi. A bëj xhelos Puma kur afrohesh me njerëz të tjerë ose del? Ja, këtë nuk e ka. Domethënë Puma më mësoi mua të afrohem me njerëzit e tjerë. Këtë e bëri Puma. A mendon ti se njerëzit në Shqipëri po ajsa ka filluar t'i duan kafshët edhe i kish trajtojnë si rasti fundit që ndodhi? Domethënë, rastet e fundit janë skizofreni dhe për këtë unë promocohem dhe ofendoj përsa i përket këtij rasti. Njerëzit kanë filluar t'i duan kafshët, por në këtë vend jetojnë akoma skizofrenët e nderuar dhe deri në momentin që vatra e infeksionit skizofrenëve nuk do zhduket, këto gjëra do ndodhin çdo ditë. Unë jam marrë me mbrojtjen e kafshëve individualisht, ka institucione që e bëjnë akoma këtë gjë dhe për këtë ndihem mirë, ama ka problematika të mëdha drejt dhunës për kafshët. Dhe kjo shteti për këtë duhet marrë masa me patjetër. Automatikisht duhen dënuar. Kush dënon një qenie, sepse kjo është qenie e gjallë, duhet dënuar. Rreptësisht. E sa më shumë njoh njerëzit, aq më shumë i dua kafshët. Kjo është një shprehje mrekullueshme dhe me vend. Kjo nuk di të bëj keq, nuk di të bëj dëm, më kupton? Dhe nga mos ta duash. Kurse një njeri të bën dëm, në mos për një vit, në mos për 2 vitin e tret, të bëri dëm. A mendon ti se për të kujdesur për një qen duhet të kesh të ardhurat mjaftueshme dhe kur për të kujdesur për një qen patjetër që duhet të kesh të ardhurat mjaftueshme, okay. Unë për Pumën e kam cekur dhe në përvendet të tjera që kushton, por kemi dhe
ushqime dhe aksesor të tjerë që mund t'i përballosh me kostot që ne marrim. Më kupton? Për shembull, kemi variacione të ndryshme për qenushat e rrugës. Është My Dog, është me një çmim shumë të pakët dhe me një cilësi shumë të mirë, që ne vim e marrim dhe ushqejmë qenë të rrugës si zotni. Nëse duam të bëjmë një gjë të mirë. Dhe unë mendoj që gjëja e mirë është, hajde merr 2 konserva dhe jepja një endacaku, sepse do ta di gjithë jetën. Këta janë falendërues. Këta nuk ta harrojnë atë që ti i bën. Në shumë vende në Shqipëri akoma ka tabela ku thotë që ndalohen kafshët, ndryshe nga shumë vende të tjera të Europës. A mendon se na duhet akoma kohë për të pasur kulturën e kafshëve këtu në Shqipëri? Edhe pak ka ngelur për t'i hequr ato tabela, sepse ka një gjë, unë e kam cekur, duhet ta trajnosh qenin tënd. Në momentin që qenin tënd e ke të trajnuar, ti në një lokal risi zotni. Në momentin që qeni jo të lef, normalisht do bëhet problematik për individët që janë rreth. Dhe nga ata digjemi dhe ne, apo ta vësh re, po tani nuk, vetëm po t'i them unë, apo jo, apo ose do ikem, që do filloj të reagoj dhe të bëj ham. A mendon se puma për shembull kur i afrohet dikush e ndjen energjinë dhe i pëlqen? Kjo është reale. Ka pasur ka njerëz që puma nuk i do dhe ka nga ata njerëz që puma i do. Neve? Juve ju do, sepse keni ardhur me një vibe shumë pozitiv. Ju keni dhe një faqe në TikTok kushtuar kafshëve. Francesco dhe Puma. Aty ne sensibilizojmë njerëzit për sa i përket natyrës, kafshëve, brendeve, ushqimeve, ato ushqime që janë për problematika të ndryshme, si që janë stomaku, si që janë problemet urinare dhe të gjitha. Faqja jonë është kushtuar kësaj gjës, faqja jonë, jemi unë dhe Puma, dhe gjithmonë do jemi në të dy. Për të shpërndar pak pozitivitet dhe pak mirësi për sa i përket njerëzve që na shohin dhe fëmijëve mbi të gjitha, se e rëndësishme janë fëmijët. Ajo që ata shohin. Dhe prandaj jam përpjekur që të bëj një faqe të bukur dhe të këndshme, me natyrë, me kafshë, me diell, me gjëra gazmore, po jo të rëndomta, do thoshja unë. A ka një zakon çuditshëm Puma? Që do të thotë çfarë zakone? Do një zakon çuditshëm në përditshmëri ose tek pjesa e ushqimit ose me kafshët e tjera? Thjesht do që të jetë me mua. Ky është zakoni i saj. Në momentin që ajo është me mua, është e shikon vetë. Nëse ke një mesazh për gjithë njerëzit që na ndjekin lidhje me kafshët? Duhet i duam kafshët, po dhe në qoftë se nuk i duam, mos i cënojmë. Mesazhi im është lëre të eci në rrugën e tij. Në qoftë se nuk e do, mos e godit, mos e përdhuno, mos e masakro. Ju përshëndes, jeni më të mirët, apo jo? Okej. Dhe hajdeni të orëdhët toni, kemi doktorët këtu, kemi Pumën, kemi produktet, ju pres gjithë, jeni më të mirët. Faleminderit. Faleminderit juve.